Elementi head është një kontejner për të dhënat meta, të dhëna rreth të dhënave dhe vendoset midis etiketës HTML dhe etiketës body. Të dhënat meta HTML janë të dhëna rreth dokumentit HTML. Metadatat nuk shfaqen në faqe. Metadatat zakonisht përcaktojnë titullin e dokumentit, grupin e karaktereve, stilet, skriptet dhe informacionet të tjera meta. Në këtë shembull kemi një dokument të vlefshëm të HTML pa e futur elementin head. Elementi title përcakton titullin e dokumentit. Titulli duhet të përbëhet vetëm nga tekst dhe shfaqet në shiritin e titullit të shfletuesit ose në skedën e faqes. Elementi title është i domosdoshëm në dokumentet HTML. Elementi style përdoret për të përcaktuar informacionin e stilit për një faqe të vetme HTML. Elementi link përcakton marrëdhënien midis dokumentit aktual dhe një burimi të jashtëm. Etiketa link përdoret më së shpeshti për të lidhur me fletë stilesh të jashtme.
Elementi meta përdoret zakonisht për të përcaktuar grupin e karaktereve, përshkrimin e faqes, fjalët kyçe, autorin e dokumentit dhe cilësimet e zonës së shikimit, viewport. Metadatat nuk do të shfaqen në faqe, por përdoren nga shfletuesit për mënyrën e shfaqjes së përmbajtjes ose ringarkimin e faqes, nga motorët e kërkimit për fjalët kyçe dhe nga shërbimet të tjera të webit. Elementi script përdoret për të përcaktuar JavaScriptet në anën e klientit. JavaScripti më poshtëm shkruan përshëndetje JavaScript në një element HTML me ID demonstrim. Elementi base specifikon ullën bazë dhe ose objektivin për të gjitha ullë të relative në një faqe. Etiketa base duhet të ketë të pranishëm ose një atribut ref ose një atribut objektiv ose të dyja. Mund të ketë vetëm një element të vetëm base në një dokument.